Publikohet video ekskluzive e atentatit në Rinas, ku mbeti i vrar Gilmando Dani dhe u plagos së rënd Muçi Shaljani. Siç shihet nga video e publikuar, një makinë ka qelluar mbi automjetin T-Benz ku udhëtonin Dani dhe Shaljani. Atentati ka ndodhur rreth orës 14:20, ku persona ende të pa identifikuar kanë hapur zjarr me breshri Kallashnikovi në drejtim të shënjestrës së tyre, i cili sapo kishte ardhur nga Spanja. Pamjet e siguruara nga Shteg.org tregojnë se vetëm 2 minuta pas atentatit, një autokolon prej 4 makinash të një delegacioni zyrtar kalojnë pikërisht pranë vendit ku ndodhi ngjarja. Autorët të maskuar dhe të veshur me uniforma që ngjanin me ato të policisë kanë qelluar në drejtim të mjetit duke e ndaluar atë në vend. Më pas, njëri prej autorëve ka zbritur nga makina dhe ka qelluar sërish në drejtim të shënjestrës Gilmando Dani, i ulur në sediljen e pasagjerit. Pamjet tregojnë se atentatorët janë larguar në drejtim të fushkrujës, ndërsa kalimtar të rastit janë afruar për të ndihmuar personat brenda mjetit. Gilmando Dani u ekzekutua në rreth rrotullimin parahyrjes së aeroportit të Rinasit pasi sapo ishte kthyer nga Barcelona. Mbi makinën ku ai po udhëtonte me mikun e tij Mustafa Shaljani, u lëshua një breshri plumbash duke e lënë të vdekur në vend Danin, i cili njihet si njeriu më i afërt i Emiliano Shullazit. Në fillim autorët kanë qelluar nga makina e tyre pasi janë futur paralel mjetit tjetër. Makina T-Benz ku ndodhej viktima Dani humb kontrollin dhe te rreth rrotullimi i Rinasit ecën drejt. Më pas, mjeti tip Toyota i autorëve i del përpara dhe njëri prej tyre zbret nga makina dhe qellon nga shumë afër. Autori që ka zbritur nga makina ka qenë i maskuar. Para makinës ku ndodhej Gilmando Dani dhe Mustafa Sheqeri ishte një taksi që po kalonte në ato momente. Dyshohet se ka pasur kundërpërgjigje me armë edhe nga makina ku ndodheshin Dani dhe Sheqeri. Në automjetin e djegur të autorëve në fshatin Halil janë gjetur 3 Kallasnikov dhe një pistolet. Armët janë dërguar për ekzaminime të mëtejshme.